World Cup në RTK Radio. Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga studio e RTK Radios. Në të njëjtën kohë jemi live edhe në rrjetin ton social Facebook me një emision tjetër të ri special, kuptohet, kushtuar kampionatit botëror të futbollit i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Unë jam Fatos Prenishi, kurse jam së bashku me një numër të madh të kolegëve që po përkujdesen për realizimin e këtij emisioni special kushtuar ngjarjes më të madhe të futbollit për kampionatin botëror, duke e nisur nga Balemorina, më pastaj producenti jon Faruk Bajrami, Driton Bunjaku, për të mos harruar dhe kolegun ton Blerin Byshmeti. Përndryshe, është tani më momenti për të prezantuar edhe të ftuarit tanë. Në krahun tim të djathtë kam dikur futbollistin e shumë skuadrave, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri e më gjerë. Bëhet fjalë tani më për trajnerin Behar Maliqi, i cili së fundi ka qenë edhe pjesë e skuadrës së Prishtinës. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit për ftesën. Në krahun tim të majt kam një mik, por po ashtu një avokat të njohur dhe në të njëjtën kohë një tifoz më tepër se të flak të Holandës, të përfaqësuesit të Holandës. Bëhet fjalë për të nderuar dhe të respektuarin Azdren Hoxha, të cilin e falenderoj për disponimin dhe për prezencën e tij. S'ka përse, faleminderit juve për ftesën, përshëndetje për të gjithë ndëgjuesit e radios tuaj. Behar, ke qenë së fundi pjesë e skuadrës së Prishtinës ose pjesë e shtabit teknik të skuadrës së Prishtinës. Dihet që veç i pajisur me licencë dhe tani më faktikisht je duke ushtruar që një kohë të gjatë zënë e trajnerit. Sa të ka bërë përshtypje ky kampionat që për herë të parë po mbahet me 48 kombëtare? Kam përshtypjen në të vërtetë unë personalisht që ato ndeshjet më të forta do të shohin pikërisht në fazën e eliminimit direkt. Po, është një kampionat shumë interesant, edhe për faktin që ju ka mundsuar edhe disa kombëtarëve që nuk kemi ndëgjuar më herët për to që të përvaqësojnë vendin e tyre edhe të shfaqen domethënë cilësi që i kanë në kampionatin botëror edhe pishon për ndeshjet e grupeve. Unë mendoj që kombëtarët e forta kalkulojnë, sepse thyese kanë sigurt kalimin. Ju duhet për ambientim, se dihet që ndryshon klima, ruhen pak më shumë, bojnë kalkulime, mundohen me gjetat modulin e saktë, sepse në kombëtare gjithmonë është e vështirë, sepse një ekip, një kombëtare dallon, se kombëtare është shumë koha më e shkurt, edhe i duhet një periudhë pak më e gjatë, edhe varet për jetësurisë të lojtarëve se çuçi ke pasur në formë për ekipet e tyre. Jo shumë faktorë domethënë që vijnë deri te rezultatet. Ndërsa këtu kombëtarët e forta këtu e dinë cilësinë e vete, e kemi pa disa dështime të tyre, po mendoj që peshojmë që tash vetëm gjërat janë duke rënë në vendin e vet. Thyese gjitha vetëm e kanë kalu grupin, edhe pa një ndeshje, domethënë edhe të ndeshja e tretë, edhe bojnë kalkulime, kështu që serioziteti i kombëtarëve do të shihet te eliminimi direkt. Edhe çdo herë kemi pa edhe pe të kalumes, ato ekipe që në grupe e tregojnë veten shumë edhe bojnë futboll shumë të mirë. Në eliminim direkt shfaqin shumë domethënë dobësi. E kemi pa edhe pe të kalume, pe kampionate botëror të kalume edhe kampionate evropian. Po e mira e këtij kampionati është që po mbahet 3 shtete, domethënë edhe ju ka mundsuar ekipe kombëtare domethënë nivelit pak më poshtë që si kemi ndëgjuar më përpara, domethënë të përfaqësojnë vendin e tyre, ku për fat keq ishim shumë afër edhe ne, domethënë që tishim për pikërisht kjo që jam të e thonë, për herë të parë në histori, edhe besoj që kishim mujt me pas një paraqitje shumë të mirë të kombëtarës tonë. Për fati nuk ishte me neve sepse kemi pa ndeshjen, domethënë kush e shënon te golin i parë, besoj që do të arrinte te fitoria Aslani me atë goditje, domethënë me atë travesë që e kishte. Po të shënon ke golla, mendoj që kishme shku shumë ndryshe, sepse po fuqinë e ekipit turk, domethënë që nuk ka qenë ndonjë ekip i pakalueshëm, nuk pa ndonjë paraqitje shumë të mirë, edhe pse nuk e pat grupin shumë të vështirë, më thon lirisht. Po me kati kësaj është domethënë vetëm Kosova që nuk ka pjesë e këtij kampionati. Absolutisht, sepse vërtet detajet ishin ato që vendosen edhe në atë sfidën finale të play-offit për kampionatin botëror ndaj Turqisë. Përndryshe me Azdrenin, që e thash në hyrje të kësaj interviste të drejt për drejt në Radio Kosova dhe në të njëjtën kohë në rrjetin ton social Facebook,
nuk do të flasim vetëm për Holandën, e cila faktikisht e ka nisur mirë këtë ngjarje, edhe pikërisht është Holanda që pas duelit të parë me Japoninë, sikur bëri që edhe shumë analistë të ndryshojnë mendim dhe ta përfshin në mesin atyre kombëtarëve që mund të shkonin deri tek ajo fazë gjysmëfinale, pse jo edhe deri tek faza finale. Jam i bindur që Azreni e ka të njëjtin mendim qysh nga dita e parë e këtij kampionati botror për Holandën. Azreni ka këtë mendim në kontinuitet. Prej që dim për vete dhe prej që është tifozi Holandës, mendimi nuk ndryshon, bindja nuk ndryshon. Unë pranoj që jam paksa subjektiv, por megjithatë e shoh Holandës si shumë të fortë. Këtë vit kemi një trener i cili është mjeshtër i kompeticioneve garave të shkurta, domthonë të turnireve, sikurse në këtë rast të kampionatit botror, por që bëhet fjalë për disa lojë duke kombinuar lojtarët, duke përgatitur ekipin mirë. Pra kemi një trener të mirë, kemi një ekip, një formacion vrastar, pra domthonë me alo të fantastike, domthonë që krijojnë tepricën në sulm, edhe në mesfush, në mesfush e kemi fantastike, sulmin e kemi shumë shpejt, pra domthonë pa një lojë e cila mund të thuhet që është e njohur apo e lexueshme, sikurse të disa reprezentacione të tjera. Holanda është një vend i reformimit edhe i sjelljes së të metodave taktikave të reja që besoj do shfaqen edhe në këtë kampionat. Kemi edhe një portier të mirë më në fund pas disa kohë që s'kemi pas Van der Sarit, dhe unë e shoh domthonë Holandën tash duhet pak fat sportiv, po shihet domthonë edhe përkrahja të mëdhenjve nga FIFA, pra duhet pak fat. Holanda nuk është në mesin e popujve të mëdhej, por i ka dhënë shumë futbollit. Ajo që është interesant për këtë kampionat botror dhe këtë reformatizim, unë jam gjithmonë parim pro reformave. Mendoj që reformat asnjëherë nuk mund të qenë të këqija. Kanë filluar reformat në Ligën e Kampionëve, me më shumë ekipe, me më shumë lojë, me sa më shumë futboll. Poenta është me pas sa më shumë futboll, sepse shikuesit të pangopur, stadiumet mbushen gjithsesi. Pra domosdoshmë është me kaç që mos me pas futboll, ose mos me pas domosdoshmë lojë. Tash në për vikende po luajnë kampionatet, në për mesjavë po luajnë domosdoshmë disa lloj kompeticione evropiane, edhe gjithandaj botës, por kampionati botror me më shumë ekipe. Keni parasysh, siç tha edhe Behari, bashkëfolsi, tash të gjitha shtetet favorite me këtë kompeticion kalojnë grupet. Që do thotë domosdoshmë që kampionati mbahet në nivel edhe mbahet në një dëshirë për më shikues sepse ekipet e mëdha aty. Ju marrin mend, ka qenë Franca, Spanja kampion 2010-ën, 2014 ka rënë grupe. Ose Gjermania keni në dy kompeticione të fundit ka rënë grupe. Pra do marrin ekipe si Gjermania, Spanja, apo ka ndodhur kjo edhe Argentinës që vjen si kampion dhe rrezikon sikurse në 10-ën në Maradona me mbetje treta pas Rumanisë dhe Kamerunit, e pastaj duhet më shty sepse çfarë kampionati botror është ai pa Maradonën më tutje. Pra domosdoshmë qëllimi i futbollit është me pas të mëdhajt, me pas ekipet, edhe me qenë kjo kompeticioni ku hihet tash eliminim direkt me kombëtare të mëdha. E kjo domosdoshmë po bëhet, pra po luhet më shumë futboll, ato të mëdhajat po shkojnë lart, edhe po jetë domosdoshmë kvaliteti edhe kuantiteti në nivel domosdoshmë të futbollit. Pra domosdoshmë pritën lojë të mira, pritën gara të mira. Neve na pret Maroku në derbi në fillim, mirë po, kjo është kampionat botror dot nuk ka. Absolutisht, faktikisht nga grupi C krahas Marokut që u pozicionua në vendin e dytë, kemi edhe Brazilin që po ashtu kaloi tutje nga vendi i parë në fazën e eliminimit direkt pas ndeshjeve faktikisht të cilat u zhvilluan në orë të hershme të mëngjesit dhe ditën e djeshme. Përndryshe Behar, e tham që janë 3 shtetet organizatore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika, Kanadaja që veç e kanë të sigurt kalimin më tutje. Krahas tyre kemi Argentinën si kampionën në fuqi, Franca, Brazili, siç edhe tha Azreni, disa prej atyre kombëtareve të cilat faktikisht edhe do të mund ballafaqohen në mes vete pikërisht në fazën e eliminimit direkt, për të mos harruar Gjermaninë, Marokun, Norvegjin, Zvicrën, Afrikën e Jugut dhe Kolombin. Ka qenë diçka e befasishme deri më tani për juve personalisht? Jo, mendoj që janë kombëtare këtë që është prit, domethënë ta kalojnë grupin. 3 ndeshje për këto kombëtare dini menaxhu, din me nxjerr maksimumin, se çdo herë, sidomos e ceka dhe më herët, sidomos ndeshjet e grupe kur kanë kohë për kalkulim, ato din shumë mirë me nxjerr maksimumin, ndërsa u bë shumë lehtë më kualifiku. U bë shumë lehtë. Po jente, me 3 pikë. E po ndeshjen e parë pikërisht për shembull Brazil-Marok. Këtu dy kombëtare dihet që janë kanë barcet grupin, ndoshta kombëtarët më të forta të atij grupit. Edhe kemi pa që asnjëna nuk lëshohet me domosdoshmë ta fitojë ndeshjen, sepse barazimi ju konvenon të dyja.
ndeshjet e ardhshme, domethënë, si ndeshjen kundër Skotlandës, si ndeshjen kundër Haitit, ato e din që mund me fitu pa vështirësi të mëdha, edhe din që mund me kanë para edhe dyta. Kështu që bojnë kalkulime, nuk dojnë me marrë e shfrytëzojnë edhe për ambientim, edhe që të nxjerrin, domethënë, t'ju japin minutash këtë lojtarëve, të gjejnë ekipën që përshtatet më shumë ndërmjet vetes, se shpesh herë kemi pa një ekip që mund me kanë më e fortë bashkë, nuk do të thonë që me luaj lojtarë më të mirë apo lojtarë që luajnë për ekipën më të mirë, po lojtarë që përshtaten. Kjo është që funksionojnë që shumë. funksionojnë bashkë, kjo është detyrë e trenerit, domethënë trenerit edhe stafit të tij, që çdo herë mbas tërvitje, mbas taktikave që i ka, mbas kundërshtarit që ka më ballafaqu, i nxjerr lojtarë më të mirë edhe që i përshtaten. Për shembull Brazili kundër Marokos, e dim që Maroko ka një ekip shumë i fortë si në aspektin defanziv, ashtu edhe me kundërsulme. I kemi pas që lojtarët e tyre e luajnë për janë të lindur në Evropë, shumica janë në Francë, po luajnë për ekipe komplet në ndeshja e parë kundër Brazilit kanë pikërisht, komplet. Po e kam pa atë statistik, domethënë janë si granit gjaka e këta që janë, domethënë janë të shkolluar na për ekipet forta, ekipet Francës, ekipet Gjermanisë, ekipet Premier Ligës, edhe ata lojtarë janë si me qenë lojtarë evropianë, domethënë nivelit shumë të lartë. Brazili e dhe me stavin, sepse stavët të ekipeve kombëtare, menaxhmentit e tyre nuk i ka asnjë detaj. Domethënë, në momenti që i bin grupet, ata hin analiza edhe hulumtimet thella, sakta dhe i bojnë kalkulimet se ku mujnë me gabu edhe ku mujnë mi marë pikët e mëshme. Thash, për këtë është që grupe shumë kalkulojnë. Edhe mundohen që m'ju dhonë minutash për me nxjerr maksimumin për secilit lojtar. Ndërsa të eliminimet direkte, mas ne eliminimet direkte janë 90 minuta, që aty do të me qenë shumë të kujdesshëm. Sepse aty nuk i loj kthyse, domethënë nuk e ki edhe një loj që mundesh me përmirësu gabimin, duhesh me qenë të kujdesshëm shumë pe kartonave të kuq, se tash shohim që janë edhe disa rregulla të reja, domethënë kur fole nëse çat dorën kur ki për leshe me një lojtar. Për dikon vlen, për dikon zlen. Jo, ishte standardi different. Jo, e lajmëruan, domethënë edhe në arsye pse kur fol në mënyrë shoqërore, që nuk i ka ca fytje me ato, po më ishe me qit dorën edhe nuk ka karton i verë. Se jetu bisedu, domethënë që nuk ndërhyn. Atëherë kur ki ndaj duel apo ndaj shtyrje me lojtarën e tij, që dorën domethënë po vleke kartoni kush direkt te këto rastet. E mendoj që ekipet e forta pas kalimit grupeve, domethënë pas përfundimit do t'i shohim atë ndeshjet edhe fuqinë e këtyre ekipeve që janë ball për ball. Thash, disa ekipe që kanë fitu si Holanda, unë e pajtona me Azdrenin, sepse Holanda nash një letër pe dashamirëve, pe tifozëve, pe njerëzve, pe sportit, nuk mujna me qitë shumë favorit. Për shkak viteve të kalume edhe formës që ka pasna për kampionate tjera, ndoshta edhe lojtarët, po nëse shohim lojtarë, domethënë ka do lojtarë që janë të ri, që janë të komponuar, që kanë energji, që mund me bëni grup shumë të mirë, që mund me të befasu. Kemi pas edhe në kampionatet kalume që shumë ekipe janë paraqitur shumë mirë veç mbas të grupit, sepse kombëtarët nuk janë si të kalume Brazili me timu të gjitha, Gjermania me timu të gjitha. Pi shohim pak po ka edhe befasi tash. Domethënë lojtarët ju luajnë për ekipet forta, taktikisht punojnë gjitha, përgatiten fizikisht janë gjitha, kështu që nuk ka dallimi futbollit si të kalumen me qenë dallimi shumë i madh që me ta përfundu një lojtar. Tash shumë është janë analizat, janë taktikat e trenerit, janë forma momentale e lojtarëve, mund të ndiku një karton i kuq, ka 1 milion arsye domethënë që mundet me ardhë deri te një rezultati një ndeshje. Edhe ky kampionat për atë arsye mendoj që mundet me qenë i paparashikueshëm. Veç një gjë po më bën shumë përshtypje, lojtarët e të kalumes, domethënë që edhe po janë moshë të mëdha si Ronaldo, Messi, Modric, e disa lojtarë tjerë që janë, domethënë pëmojnë formën edhe po janë lojtarë të kësh na për kombëtarët e tyre. Kjo tregon që mosha e lojtarëve momentalisht është rri, domethënë, nuk ka përpara lojtarit 32 vjeçar, 33 vjeçar, domethënë ka përfundu karrierën sepse ka qenë i mbaruar. Edhe nuk e pas oferta pe ekipeve ose në kombëtare nuk të kanë marrë hiç për një kampionat botëror se s'ke mujt me dhon maksimumin. Ndërsa tash mënyra e regjenerimit, mënyra e stërvitjes ka ndryshuar, po edhe Ronaldo te golli 2 se çfarë lëvizje boni, domethënë
se si ju demarku mbrojtësit kundërshtar, domethënë veç një cilësi i një lojtarit apo gollat e mesit, ato pranime, ato lëvizje, ato goditje, domethënë që i bën atë vizion që e ka për lojë, nuk po dalin shumë lojtarë të ri si këta që kanë qenë edhe me karakter. Unë e vrej këto dhe pak të gjeneratat e reja, ta shëndrimi, është një farë ndryshim i gjeneratave. Lojtarët e të kalumes, si çifti i Ronaldos edhe Mesit i ka mojt karakteri, i ka mojt puna apo Modricit. Ose të kalume lojtarë që e kanë lënë futbollin që mujna minje, sidomos italian, Maldini, Nesta, dhe në çfarë moshe kanë lu, Chiellini edhe çfarë forme kanë pas. Sepse mosha e lojtarëve domethënë e lojës të ta urrit, edhe cilësia nuk po dallon, nëse i shohim edhe statistikat, se shpesh i ndëgjoj analizat, Ronaldo nuk vrapon ose Messi nuk vrapon, po nuk do të thotë vrapojnë e gjithë ekipa. Edhe nëse shohim me statistika, edhe Ronaldo i bën 10 kilometra si e gjithë ekipa, ndoshta edhe më shumë, ka parametra shumë më të mirë, sepse janë GPS-a që i mojnë, janë eksperta domethënë e stafit teknik që e analizojnë gjitha senet, s'mojnë mik. Domethënë nuk mund një tifoz me sy me pa Ronaldon apo Messin se sa po vrapon apo fal lëvizje po bën. Ndoshta është mënyra taktike e trajnerit që pja kërkon domethënë çatu lëvizje ose mos çat vrapim për me ardhur deri te rezultati, sepse nëse Messi të rën pjesën e nalt kundërshtarit, gjysmën e fushës, ti duhesh mi ndaj 2 deri 3 lojtarë afër. Sepse çdo herë je rrezik nëse arrin ta merr topin, ti çdo herë je në rrezik për me psu gol nëse je kënej gjyse. Bas cilësive ti, domethënë ato janë taktika dhe strategji edhe të kombëtarëve dhe trajnerëve, apo po mbon përshtypje, a do të mund ta vazhdojnë që të curi që kanë, që besoj që po, sepse kombëtarët zakonisht koncentrohen te strategjia edhe te regenerimi i ekipeve. Domethënë te kampionati botëror. Nuk kanë aty përgatitje, vetëm kanë strategji edhe regenerim të ekipeve sepse kanë ndeshje shumë shpesh. Edhe qa mujt me bo edhe një gjë, mendoj që mujt mi dhonë shumë, domethënë për tarnën lejtarëve që karriera edhe njerëzve që janë klube që karriera e futbollista u shty edhe për dëshmojnë. Për fat mirë, faktikisht. Ndër të tjera, po besoj, pajtohem edhe me shumicën prej asaj të cilën e the, për të shtuar edhe diçka dhe për të plotësuar natyrisht edhe me Azdrenin. Behari ndër të tjera edhe tha që tani më tepër në sipërfaqe po del, sidomos në këtë kampionat botror, loja grupore se loja kolektive. Të pak janë ata futbollistë individ të cilët faktikisht po vendosin ndeshje, tu përjashton Lionel Messin e Argentinës, por po ashtu edhe Cristiano Ronaldo pa dashur ty edhe shumë në detaje. Mendon se në këtë kuadër përveç Holandës do të mund të funksionojë edhe ndonjë kombëtare tjetër dhe të shkojë deri në fazën finale përjashto ato ekipet favorite? Shiko, futbolli është sport kolektiv. Behari din më së miri ti këtë është, nuk vlen në lulë nuk shej pranvera. Kemi këto elemente Ronaldo të Messi që në një familje pak edhe të pru, që 20 e sa vite po merren me këta, cili është më i mirë, cili është ai, cili është ky e j. Pra unë mendoj që ata veç janë prarim me sipër dhe mendoj që është mirë për futbollin dhe për të ardhmen që ata po prarojnë. Edhe unë mendoj që ata duhet me praruar me këtë kampionat. Edhe po shpresoj që një arsyeja për prarimin e tyre me kon Holanda, nëse se ballafaqohen me neve e kështu që mi avlon idht në fund atyre bashkur kanë menduar domosdoshmë që mund me tregu të kundërtën. Johan Cruyff i madh ka thënë që futbolli është lojë e gabimeve. Kush bën më pak gabime, ai ka me fitu lojën. Pra domosdoshmë këto janë mund të thonë deri në nivele matematikore, kalkulimet edhe organizimet dhe përgatitjet që i bëjnë kombëtarët për kundërshtarët. Tash po shihet që neve po na bën Maroko. Maroko është një ekip që luan hapur, neve na konvenon realisht. Sepse neve na vjen një kombëtar që mundohet me lut me neve. Atëherë Holanda vjen shprehje. Ne kemi më pas probleme me ekipe që mbyllen ose ekipe që luajnë ashpër ose që luajnë vështirë dhe kalkulojnë, pa ata nuk kalkulojnë marokenë sepse hyjnë me një element që mendojnë që mujnë me mri shumë dhe unë e shoh si pozitive shorti me ta. Aty ka qenë kalkulimi ose Maroko ose Brazil. Tash edhe Brazilit po shkon Japonia realisht. Edhe unë mendoj domosdoshmë që japonezët kanë treguar vetëm në lojë me neve në atë elementin matematikor, që po them domosdoshmë futbolli po shkon duke u perfekcionu. Pra domosdoshmë elementi grupore bën vetën. Tash veprimet individuale bëjnë dallimin. Kur ato veç vinë domosdoshmë për masa gati si të barabarta, diferencën do ta bëjnë në individ i përmasave ty në lojtarëve të mëdhenj. Holanda pikërisht nuk dallon, ka lojtarë
që në mënyrë fuqia më e madhe jone është elementi i grupit. Nuk dallon në çka. Nuk dallon domosdoshmë në ndonjë yll siç e ka Portokalia Ronaldo ose Messi, Argentina ose Franca Mbappé, nëse që të lidhet loja rreth tyre e të lexohet. Por pikërisht fuqia e Holandës është aty domosdoshmë që nuk ka mund me lut Mallen, mund me lut Brobi, nuk ka lidhje. Mund me lut edhe Weghorst, mund me lut edhe Gakpo, mund me lut edhe ky Summerville domosdoshmë. Kush do të hin i ka ato elemente në jetë ato përmosë të barabartë atash për kundërshtarin është shumë vështirë sepse nuk lidhet loja me lojtar. Unë mendoj që handikepi këtyre kombëtarëve është që kanë mundu me lidh lojën me një figurë që është malet e kuptueshme, malet është e lexueshme. Kjo do të mbetet për të parë gjatë fazës së eliminimit direkt. Përndryshe Behar, biseduan pak për favoritët për poshtë dhe për disa detaje të tjera të cilat e kanë karakterizuar deri më tani kampionatin botror të futbollit, ku kemi 12 kombëtare që veç që ndodhen në fazën e eliminimit direkt. Kush sipas Bal Maliqit do të mund të shkojë deri në fazën finale në bazë të asaj se çfarë ke parë deri më tani? Në bazë të asaj se çfarë kam parë, japi përparësi Argentinës, për arsye se është kampion momental, edhe ka tregu një formë shumë të mirë, po loja e tyre është ka shumë lojë kolektive edhe janë shumë të rrezikshme si në aspektin defanziv ashtu edhe në atë pjesën ofanzive. Domethënë është një ekip kombëtar shumë i kompletuar. Tu e di që kanë edhe Mesin, po edhe lojtarë tjerë që janë për rreth tina, është një ekip shumë i mirë. Franca, padyshim, është një ndër ekipet më të kompletume, më thonë, në gjitha raportet, edhe në gjitha aspektet, kështu që ka shumë konkurrencë. Do shta edhe i ka një përparësi sepse ekipën e kanë moshë shumë të re, edhe janë moshë shumë të re, po që kanë shumë kampionate edhe që kanë shumë përgjithësi në supet e tyre, si Kylian Mbappé, apo ta shpeshohëm Olisen, do më thonë një lejtar që veç u shfaq këtë vetë të Bayern, se të kalume ka qena për disa skuadra pak ma nivel ma tullt si në Crystal Palace, po këtë vetë e ka bo atë shpërthimin e ti. Pa pik dyshimi është edhe Spanja është çdo herë, është e rrezikshme edhe Spanja, po mendoj që do t'jetë edhe ndonjë ekip pe plani 2 që çdo herë ka befasi. Siç është Holanda, por Holandës mujna me thonë befasi, se është ekip shumë me tradite edhe që çdo herë ka pas edhe futbollist mirë, edhe ka pas paraqitje të mira në kampionat botror. Por bazë kalume, bazë të rezultateve, çdo herë ekipet kombëtare, domethënë analizohen edhe ju jepet një farë lloj favoriti në bazë të kampionatit kaluam, botror edhe në bazë të lojtarëve që i ka momentan. Se s'mund me qenë ndryshimi shumë i madh për 4 vjet i lojtarëve. I duhet këgja një periudhë pej 3 apo 4 kampionate, ne peshom Ronaldo, domethënë është lojtar që i lund që 6 kampionate botrore. Se lojtar tash pe mojnë vetën, domethënë e tham, po janë shumë jetë gjanë futboll se sa të kalumen. Këtu janë domethënë 3 skuadrat që i kisha po 3 kombëtarët, se jo që i kisha po pak ma të rrezikshme në aspektin e fitimit këtij botrori, por çdo herë ka befasi, nuk fiton gjithmonë favoriti, sepse te eliminime direkte do ndryshojnë. Jo që është edhe Azreni edhe pak po du se di që jo tifoz i Ajaxit edhe i Holandës. Do të mja pranu, veç të di që të mja pranu që Holanda vërtet ka bërë ndeshje të mira, sidomos me Japoninë. Është pikërisht, i ka bo 2 ndeshje të mira, për shembull për shumë se dhe Japoninë na doli nga mendja dhe ajo të tregu një futboll shumë të mirë. Dje shikova dhe Meksikën ndeshjen e tyre kundër Çekisë, Çekia është nuk është pej favoritëve, po është si ekip në kompo serioz, që me të vërtetë e bënë një ndeshje shumë të mirë dhe shumë ishte lojë kolektive e tyre. Edhe shumë lehtë arritën deri te fitoria. Holanda bos lojtarëve që i ka, edhe mbos moshës që ka, dhe mbos paraqitjes të fundit, nëse vazhdon me çasi loje, si kundër Suedis, mund me qenë si befasues pe plani 2. Nuk i kisha fut te favorit te këto top favorit, po si pe plani 2 mundet me qenë se me të vërtetë Suedia është një ekip i ka 2 lejtarë ndoshta më të shtrejti që ka bo transfer Premier League, Isak të Liverpooli edhe Gyökeres të Arsenal janë për sulmuesve më të rrezikshëm, edhe nuk ju kanë lënë domethënë as hapësirën më të vogël që ti rrezikojnë, po edhe po me rezultatin se si ka qenë. Desha ndërlidhem tek kjo e fundit që tha Behari, një fitore e Holandës ndaj Suedis prej 5-1, ku që nga fillimi e deri në fund, që nga fishkëllimi e parë gjyqtarit kryesor
në atë ndeshje deri në fund Holanda në çdo aspekt ka qenë ekip më i mirë. Dhe rezultati prej 5-1 faktikisht është ai në fund. A mund ta dëgjojmë një deklaratë të fuqishme të Azdren Hoxhës në këtë pyetje që faktikisht e parashtrova për Beharin, për favoritët, kush do të mund të shkojë deri në fund? Unë e kam veç një favorit. Ajo është Holanda, tjerat kështu pa pikë rezerve deklaroj që janë shumë relative. Tash logjika e shëndosh që tha Behari flet për atë që reprezentacionet nuk ndryshojnë shumë për 4 vite. Megjithatë, si thash edhe më herët, që shumë kombëtare të cilat kanë qenë finaliste ose kanë qenë kampione, pas 4 vite kanë ardhur nuk i kanë kaluar grupet. Pikërisht këto reforma që i ka bërë FIFA, i ka bërë disa raste ose kur është ndrym gjenerate, për shembull si Spanja me Xavin, Iniesta, Busquetsin, domethënë kur janë largu ata, domethënë kur ndrohet gjenerata, i vjen pak një periudhë, muj me thoni kampionat evropian apo botëror që po pajtona që kjo nuk vlen për Argentinën sepse Argentina e ka ndryshuar prej 2022-s vetëm një lojtar. Po, është komplet i njëjtë me trenerë me krejt, domthon, pro shumë pak ka ndryshuar, edhe Holanda shumë pak ka ndryshuar. Te Spanja kemi më shumë ndryshime për atëherë. Te Franca ka këto fryma të reja, megjithatë prapë nuk po pajtona që në kontekst asaj domthon që meqenëse Argentina dhe Franca kanë qenë finalistët të kampionatit kaluar botëror, do të jenë prapë, siç tha Behari, favoritët kryesor. Kjo nuk ndodh. Mbas cilësive që i kanë. Po pajtona sipas logjikës shëndosh, vlerës në treg, cilësive e të domthon nuk ka pas ndryshime të mëdha, po pikërisht ky është kampionati dhe ky është momenti ku shfaqet të ndryshime. Edhe të cilësi ndryshojnë. Edhe pikërisht domthon këto janë ato betejat në të cilat domthon vinë ato ndryshime. Pra unë nuk e shoh as Argentinën as Francën, bile tash në varet pak është edhe kjo renditja. Stash për shembull Holanda me Argentinën realisht nuk mund të takohet në finale. Me Francën mund të takohet. Pra domthon tash to kanë të bëjnë pak edhe me fatin e garës edhe takimeve. Që nuk është e pamundur që me të vërtetë prapë Holanda me Argentinën me u ballafaqu, jemi ballafaqur në 2014 me penale jemi eliminu. Jemi ballafaqur në 2022 prapë me penale jemi eliminu. Nëse takohemi edhe këtë në finale, edhe njerë me hub me penala, pak po bëhet shumë, po mendoj që është koha jonë, pas 3 finaleve të vjedhura realisht, 74, 78 dhe 2010, realisht të 3 kanë qenë bukfalisht të vjedhura, jonë me Gjermaninë, kur kanë qenë Gjermanët vendasë, edhe me Argentinën, kur kanë qenë vendasë që 2 herë Holanda ka udhëhequr dhe ishte favorit kryesor, pastaj edhe me Spanjën, me ato humbjet e Robbenit që kanë qenë me kati llojit vet, pra sot i kishim pas realisht 3 titull, kishim folur ndryshe për një Hollandë, jo për planin dytë, po për planin të parë. Pra tash, pra po them, nëse bazohemi në ato që po Behari atëherë ka logjik shnosh domethënë që duke pas parasysh se ka titull ose vlerën treg ose cilësinë ose finalet e kaluar, mund të themi domethënë që është për planin dytë, por nëse e shohim me një realitet tjetër, edhe vendi se ku luajta lojtarë, apo mënyrën që shpolujta, tash nuk po di nëse apo shohun ndryshe, po çu shpeshon në Holandën të luajt. Ka nivele mbi këto reprezentacione të tjera. Pra ende Argentina lun njëjtë, lun thjesht, nuk shoh diçka, nuk shoh një farë mbrohen shumë mirë Argentina dhe janë pas ne. Edhe Franca, edhe Spanja ka ato endin e topit të sanë, po Holanda kur po vjen De Jongi me komën top, edhe kur po ndalet, bukvalisht kundërshtari po ndalet, nuk e sulmon Holandën. Me marrë me kështu edhe me Japoninë, me Spanjën, me Suedinë, po edhe me disa lojë miqësore. Domthon kundërshtari e pret De Jongi e mon komën, lojtar shojnë edhe kundërshtari këshyr. Domthon nuk i afrohet. Çfarë është rrezik me afroa po me ndjek Holandën domthon. Se çfarë ajo shkon në perfekcion kur vin Dumfries dhe Van de Ven domthon kur bëhet ajo të prisë domthon Holandës është e pamundur mi bë presion. Pra ka më qenë e pamundur Holandën mi kthy gjithë në fushën e vet. Kush do të shoh, cili do reprezentacion qoftë, vaj halli për ata që guzojnë me u hap me neve. Pra domthon unë e shoh sikur Azdren lojt miqësore si patën shumë të mira. E di, po. Nuk i patën domethënë para me Algjerinë me disa edhe me këta Uzbekistan. Disa ndeshje po bëlën në bazë të asaj se s'kena mujt mi përcjell gjitha ndeshjet miqësore, se tash po lum Kosova. Shumicën e ndeshjeve kur janë ndeshjet miqësore apo ndeshjet për kualifikime këshyri Kosovën ose Shqipërinë, domethënë na vjen këtu mujna mi këshyr highlights-at. Edhe ti vesh me highlights nuk mundesh me bo një analizë ose një ide për një ekip, po shumë problem nëse se këshyr të gjithë ndeshje. E në bazë të rezultateve dhe në bazë të highlights-av, Holanda kundër Algjerisë edhe që pa një ndeshje më herët, Uzbekistan, domethënë nuk pati shumë rezultate. Uzbekistani ka luajtur në Amerikë me një stadion kështu të lagjës.
Me Algjerin ka luajtur në Amsterdam dhe mori një gol ati Hajmusa. Edhe shpeshherë lojtarit Feyenoordit me të majtën që e dha. Në fund. Mirë po ato janë kanë këtë kalkulime, domthonë ndrohet bukvalisht këtë ekipi, futen në lojtarë. Është e vërtetë që është domthonë këtë përgatitje bukvalisht në lloj shpeshherë është më e mirë, mos me shtitë favorit, edhe ti më pas një ekip që luan futboll kolektiv, sepse mbrana vija s'u ndërhyn kërkush. As ti fos që të bëjnë favorit, as ata që s'bojnë, domethënë kimë kon. Absolutisht. Kimë kon ekipa, domethënë ekipi yt apo strategjia e trajnerit që ka mu ballafaqu. Shpeshherë mund me kalu më lehtë kur nuk je favorit se kur je favorit. Unë mendoj bara e favoritit i rënon pak ekipet kombëtare. Sidomos këto ekipet e mëdha që janë. Po them e përsëriti prapë, domethënë kemi komonin i cili është mjeshtri i këtyre kompeticioneve, menaxhimeve dhe menaxhimit domethënë këtyre lojëve keni atëherë në ardhën e parë komonit ajo Liga e Kombeve, që shkon finalen Portokalinë dhe humb Portokalinë. Por domethënë ato ndeshjet ku luhet ajo finale këtyne komoni është ekspert i këtyne turnamenteve. Inshallah del. Shpresojnë. Është mirë me vitulli tivozit që është Azreli. Ekipa se ka merituar dhe besoj që ka pas njëri tjetër në Kosovë që beson si Azreni që Holanda bëhet. Është me plot të drejtë faktikisht edhe ka të drejtën e plot. Edhe çdo do në konti fos. Do është një ekip edhe me gjithmonë me përkra edhe kur është e fortë edhe kur është e daptë. Jo vetëm cila është e fortë, Portugalia apo duhet bërë më lidh njëri me ditë. Nëse unë mendoj se tifosi duhet pak edhe me kuptu futbollin. Duhet me ditë futboll, duhet ditë pse pedon atë lloj futbolli. Çka është arsyeja domosdoshmë, unë nuk ja akceptoj as se më duket edhe jo intelektuale, jo evolutive me dash Messi. Ose me dash Ronaldo, shumë pedu Barcelona për shkak militarit. Ose pedu domon një kontore për shkak të asaj. Ti duhet të di çka po don aty, cilën filozofi të futbollit po don. Çka po të pëlqen ty në futboll? Te Holanda kise janë tamam i kanë zbulu filozofitë që janë. Futbolli total, futbolli ofensiv, futbolli me një çish më thonë është një demokraci në atë kuptimin që domon më jap hapësirë edhe të rive edhe të tjerëve. Edhe çdo herë kanë qit kanë pas lojtar të mirë, edhe pe të kalumës. Edhe tash domethënë holandez, edhe pse janë një numër jo i madh bazë nuk popullsisë, po çdo herë futbolli ka qenë shumë i zhvilluar, edhe ligën e kanë shumë atraktive, shumë përgjithësi liga e tyre përfundon domethënë me rezultate të larta sepse bojnë futboll ofensiv, luajnë domethënë pa kalkulime. Pa kalkulime. Po, se luhet pa kalkulime. Se luhet me secilin njëjtë, ajo se luhet njëjtë si me Rodën, si me Real Madridin, nuk i intereson se luhet me Real Madridin. Na hyna me shumë Real Madridin. Po domethënë kjo është ajo teoria që s'ka kalkulime në Hollandë. Është futboll interesant për tifozin, është futboll shumë interesant. Edhe i ka stadiumet plot. Pse nuk është në Itali apo nuk është në Francë, apo nuk është për disa për mos ta anashkalojmë Gjermani, se Gjermania ka shumë popullati, ka 1 milion banor, ose ta anashkalojmë Premier Ligën angleze sepse ka orkët botë aty po lum, po është këtë parë e botës është aty. Po me krahasim me një Holandë vogël, me një Holandë që nuk ka leju materializimin e futbollit, që është shumë e rëndësishme, nuk ka leju më blie klubet. Në Holandë janë klubet e qytetit, se ajo është klubi qytetarës të Amsterdamit, nuk është domon klub që mund marrë me bleni shejk, por kur të pyeti mu pse ti e don ajo ose pse e don Holandën, pse unë mendoj se pikërisht aty ka ende futboll. Jo më marr një kinez edhe me blia ajoksën e më ndryshu ajoksën e më ndryshu filozofinë. I kanë rezistuar kësaj, i kanë rezistuar. Po filozofia ajoksë është filozofi e shejt. Si Aksfart në një intervistë tha ne nuk dorëzohemi para ndryshimeve domon biznesore në futboll. Por ajoksë ka më qenë gjithmonë prapa ajoksë jam i Cruyffit. Që thoi ka jetë. Pra, du më pse pedon një klub ose një kontore. Behar, të Azrini, veç një detaj e kam vrejt. E ka shumë problem edhe për Azrinin është shumë e papranueshme që Holanda tjetë në planin e dytë. Të Azrini veç një këshillë e kisha pas. Letë mendojnë të gjithë që faktikisht është planin e dytë. Por emocionin nuk e lejon në gjithë tillë. Jam i bindur. Unë i thash po nuk e lejon. Azreni në një dhe personalisht më te edhe e shona për intervista na për po mundohet mi bin tjertë, po mas mirë ti do të thonë e përcjelli, po mas mirë ti është që rezultatet ka me bind. Atëherë kur rezultatet dalin ti fol mbos të rezultatet që është për momentin më mirë të plani 2. Edhe kur fillojmë befasi tani vet ata të bëjnë favorit. Mbos rezultatet cilat vinë, kështu që po pajtona plotësisht. Që ajo është kur arrin me eliminuar Argentinën, kur arrin me eliminuar Anglinë apo Gjermaninë, vetë momentin që eliminon ti çato, vetë hin në vazën e favoritëve.
për momentin është logjike në futboll gjithmonë janë ato rezultate që qesin favorit apo jo. Shumë herë kemi eliminu. Po shpesoj rastin me përmend Afrim Tovelanin, legendën edhe litarin e Prishtinës, simbolin e ikonën e qytetit tonë ishte 2010 u takuam rastësisht qytet edhe ishte Holland Brazil në finale. Edhe të thëm diçka, o të na përcjell toke. Po na përcjell, faleminderit. Falenderojmë sepse toke është gjithmonë përcjellje. Unë kum pas rast me pas edhe trener për një kohë gjatë, kum fitu shumë tituj me to. Te Prishtina është i pari që më ka marrë te Prishtina, edhe te Fredikeli, po ashtu kum fitu tituj me to. Po kum pas rast me punu mas nej se si trener o pak ma ndryshe, me lejtar, monësh mi pas raportet, po në staf. Është për i trenerave që tje për kraje edhe tje punë me bo ty si ndimës të kupton, do me thonë ndër matë mirët ose maj mire që të shë. Do është në vishme përfundu do më ishte Holland Brazil edhe prap edhe aje kishtë atë në 2010-ën, unë e kisha atë sigurin e plot, që rëzojnë Brazilin që në finale. Edhe u takum qytete e thënë nuk mund të zrenë rëzu Holanda Brazilin, mosu nga rëka shumë. Thash mundë. Aje golli të kezë është i drejt për drejt. Po të parë me të mirë që të sojo mosu nga rëka shumë. Thash toki, Holanda e mund Brazilin, nëse e mund Brazilin, thë e kini drejt për me. Edhe e mundi Holanda Brazilin, mo të dy gollat e Schneiderit. Ju kujtojtë, me kry, edhe Schneideri me kry. Edhe aja ush galera. Që që përshëndesim tash, ta po du me hënë që kër e kemi mujtë Brazilin 2010 në qërë finale, kemi eliminu në lojtë direkte, Argentinën e kemi mujtë shumë herë, kemi rëzohën 78-ën, 98-ën, në kjo nuk është zheri për Hollandën, për filozofinë Hollandës, tash për i them Behari dhe mund që bot prit ta eliminon, i kemi eliminu edhe kemi eliminu prap. Amo qitë kampionat, se kampionatin e kalun ka qenë pak... Prap po të thotë, kemi eliminu prap. Nëse eliminon qitë kampionat, atë do të futet, edhe as drejmi në pak zërë me nëzohë në bost profesioni që ka avokat, këtë gjithmonë ka drejt, kështu që... Ka përgjigje. Ka përgjigje, kështu që fejlojnë as i fejlonit dytë, vavira, as drejt. Po thuj se jemi shumë kretë në fund të atyre minutave që i takojnë në emisionit special kushtuar kampionatit botëror të futbollit. Me këtë rast dua të përshëndes token për Afrim Tovelanin, i cili na përcjell si gjithmonë. Edhe publikisht i them që shumë shpejt do të jesh i ftuar në këtë emision special, sepse për një kohë shumë të shkurtër e kam pas atë në trajner, edhe vërtet më ka pëlqyer ani pse pak kohë puna e tij dhe është dëshmuar jo vetëm tek ekipi i Prishtinës, por edhe sa ka qenë pjesë e përfaqësuesve së Kosovës U21. Gjithsesi, na folëm dhe që tash për rezultatet edhe kupat janë ato që e mosin një trener, apo Absolutisht. Domethënë bost kupa s'kem qa me fol, është një pej trenera, ndoshta treneri maj trofeshëm futbollin ton, edhe me përfaqësuesen është me katë që e la kombëtaren U21 edhe u bashku për Prishtinën, mendovti për më mirë, po mendoj që kish mujt me qenë me 20 nishat në një evropian, sepse 2 ndeshje i ka pas, edhe ka pas ndeshjen kundër Rumunisë, me sa e din Prishtinë, edhe ndeshjen kundër Finlandës, po ashtu në Prishtinë, që me të dyjat ka barazu si mesafer edhe i kemi pas... Shumë meritor që sot e kemi Kosovën, ku e kemi bashkë Afrim Tovelanin për shkak të kontributit tij në U21. Nëse kishim arrit ato 2 ndeshje të fiton si vendas, domethënë edhe U21-shat kishin me qenë kampionat evropian, që mendoj kish me qenë një arritje shumë e madhe. Po shpeshherë qa mendojna për të mirë nuk del, kështu që futbolli për që ata ka befasi edhe është sprov. Unë jo rasisht thash edhe fatës pak ma herët, se unë pyti për punën e karierës, se qa do me bo tash se në treneri riar me staf 3 edhe nuk jam o pjesë e Prishtinës, i thash unë e vetë nuk e kum pasin dims, tarme, nështë atë do të shkoj edhe dikon dims, po shumë a shumë jam interesuar që t'ja filloj zjes trenerit. Kum arrit deri te licenca A në këtë profesion, kum kalu 2 vite si dims trener, edhe besoj që do t'ja filloj gradualisht, ndoshta njerë për ligës parë, edhe ta dëshmojnë vetën, sepse edhe puna e lejtarit, edhe puna e trenerëve, dëshmuan atër kur luajnë. Atër kur janë si dytë është shumë probleme. Unë pej fillimit azren, pej fillimit e kum pas, unë kum pas kënaqësinë që kum punu me Tokin, se kum pas edhe trener tash edhe disa trener tjerë, Arsim Thaqin, Kavallin, kush ka qenë, domethënë edhe së fundi Albanin. Për mua është një provojë shumë e mirë, sepse mëson njëri. Mëson pej tyne, pej të kaluar fytyre, pej provojës të cilën e kam pas. Edhe 2 vite si ndim se kum shfrytzu që ti përfundoj domethënë licencat. Tash kam vetëm edhe një licencë profe që besoj që gjatë këtij viti do t'ja fillon edhe do ta ndjeki, po me licencën natë na ki drejt edhe në Superligë edhe në ligën e parë, domethënë që
ta udhëz ekipën, edhe kur i kom i kësaj pune, pe fillimit e kom pas ambisin e sakt. Si ndims nuk punoj. Si ndims do t'ja filloj që marr provojën, sepse nëse Eksperienca është e nevojshme. Eksperienca është shumë e nevojshme, sepse zeja e trenerit edhe zeja e lejtarit kanë dallime shumë të mëdha. Domethënë mos harroni veç një digresion shkurt. Karriera jote edhe ajo që ke lënë gjurmë në futbollin kosovar nuk guxon me të lënë ty ndims. Domethënë shumë i ke dhënë futbollit se domon ti nuk duhesh me qenë veç në ndims. Ti mendoj se mundesh më shumë edhe marrë mia futbollit si trajner kryesor. Nuk mundesh, dush me qenë real në jetë, nuk mundesh me shku për shembull te Prishtina direkt si trajner kryesor, sepse është barë këgja e madhe, edhe pse ambicia me pas, nëse të ofron, nëse mu më ofron, po, gjithçysh isha bo trajner i parë i Prishtinës. Po është ambicie shumë e madhe dhe është risk shumë i madh. Dush me shku gradualisht, nëse shkon gradualisht si puna e lejtarëve të ri, atëherë mendoj që edhe si trener mundesh me ecë. Edhe synimet e mia janë domethënë këtu që të filloj diku, ndoshta ka liga e parë, me ndonjë ekip, edhe gradualisht domethënë vi deri të mrri tarmën të buna dhe si toki me kupa. Ajo është domethënë synimi i çdo njeri, nëse se keni qëllim, nëse se keni synim, unë për ndims nuk ja kisha fillu karrierës hiç të kësaj. Domethënë kisha punu ndonjë punë tjetër edhe kisha vazhduar me atë. Faktikisht këta janë shembuj shumë të mirë që edhe veç duhet përcjellur për ndryshe behar jo vetëm ju, por ka shumë futbollistë se dikur futbollistë tani më që veç kanë marrë licencë dhe kanë të njëjtat synime, është mirë që këto gjeneratat e reja asdren tashmë veç po vinë. Do të flasim edhe për këtë temë. Shumë shkurt sepse jemi në ata minutat e fundit. Sonte prej orës 22 në grupin e takuan Ekuadori, Gjermania dhe bregu i Fildisht Curaçao. Dije Gjermania e ka të sigurt kualifikimin tutje, Ekuadori është një kombëtare shumë e fortë, e cila gjithmonë ka luajtur mirë në kampionate botërore. Gjithmonë ka qenë një ekip solid. Unë jam befasuar këtë kampionat që nuk kanë treguar më shumë, dyqysh janë ndez ngadalë, për befasinë e gjithëve nuk i kanë treguar ato cilëtite që realisht i posedojnë. Unë besoj që sot do të luajnë një lojë të mirë kundër Gjermanisë, edhe Gjermania do të me çast veç është kualifikuar, edhe nuk ka treguar, mu Gjermania realisht nuk më ka bind. Absolutisht. Me në moment tash nëse një kimik luan alo e djath, tregon se Gjermania nuk ka alo. Loja nuk fitohet pa alo. Gjermania ishte handikepuar kundër Bregut Fildisht. Bukvalisht lojën e humbi vetë Bregu i Fildisht, nuk e fitoi Gjermania. Edhe ai gëzimi i tyre sikurse u bënë kampion botror tregon se domosdoshmë se sa ata po vuajnë. E po ashtu nuk kanë centrafor, te Bayern luan qendërsulmues, luan Harry Kane. Pra Gjermanët me 100 milion banor nuk mund të prodhojnë një sulmues klasik Gjermanë çfarë kanë pas. Gjithmonë pra Gjermania nuk mbind një lojë mesatare, shpresoj që Ekuadori do të ndezet, ndërsa këta Curaçao, kjo ish kolonia holandeze me trenerin holandez Dick Advocat janë një befasi e mirë, këndshme, edhe dhan gol, edhe morën pikë, edhe ende janë në lojë për mandej. Po këto lojë do t'i shohim vetë si nxemje para orës 9:00 kur luan Holanda, e cila besoj do t'i ketë disa ndryshime të mëdha në formacion. Me Tunizin. Komani do t'i provojnë lojtar tjerë, do t'i pushon lojtar tjerë, edhe do t'i shtin lojë për t'i komponuar me ekipin, që të jetë në shumë domon për atë lojë eliminatore besoj me Marokun. Behar, edhe për ju e pak kohë për këto dy ndeshjet sonte, pra Gjermania veç e ka të sigurt kualifikimin ballafaqohet me Ekuadorin që ka nevojë për pikë, si dhe në anën tjetër Bregu i Fildisht Curaçao. 6 pikë Gjermania, Bregu i Fildisht 3 pikë, Ekuadori e Curaçao me nga 1 pikë. Gjithçka e hapur për pozicionin e dytë paktën. Po mendoj që Bregu i Fildisht edhe Gjermania do të avancojnë tutje. Gjermanët janë Gjerman, nuk bojnë kalkulime, mendoj që do ta fitojnë edhe këtë ndeshje. Sidomos tash që kanë vetëm kalimin tutje, domethënë grupe, besoj që do të bojnë ndryshime, po çdo lojtar që futet në kampionat botror mendoj që nuk ka lojtar rezervë. Çdo ekip që i thirr lojtarët më të mirë që i ka aty vendi, edhe asnjë lojtar nuk ka rezervë. Aty janë këtë lojtarë me cilësi shumë të mëdha. Cili do që luan si te Gjermania, si te Holanda, domethënë janë lojtarë që janë dëshmuar për ekipet tyre dhe janë të ftuar domethënë ta përpasojnë vendin e vet. Kështu që shumë ma rrezik është për ekipet kur e shtin ata lojtarë që nuk kanë minutazh, sepse ata dojnë mu dëshmu dhe dojnë mi tregu trenerit që jemi të gatshëm për me largu dikon për informacionet. Edhe një lojtar si puna trenerave që diskutum, që nuk do mi tregu trenerit edhe nuk do me largu shokin e vet në mënyrë sportive për informacionet me paraqitje të mirë, atëherë nuk ka ambicie, ai nuk ish mrrit
nuk ish mrite asnjë kombëtar, domethënë këta janë lojtarë këtej me ambicie, janë me karakter të fortë, janë lojtarë që janë dëshmuar dhe janë lojtarë që kanë pika dhe qëllime të veta, domethënë që ta kapin. Sigurisht, është edhe marrë Beari do grupi është shumë e rëndësishëm, shoqënia. Shoqënia, ambienti, disponimi, se ka shumë formacione të mira, po që kanë pas probleme mes veti. Edhe nuk ka funksionuar. E te futbolli kolektiv, siç është sport kolektiv futbolli, shumë është e rëndësishme edhe kjo dashuria mes vete dhe kolektiviteti. Pikërisht, do ndërsa edhe Bregu Ekuadori e ka vetëm një pikë, do ta kesh shumë problem se po në Bosnia i ka 3, ato ekipe tjera, domethënë 8 tjera që shkojnë, kemi me nga 2 pikë, me nga 3, disa ekipe edhe me 1 pikë është shumë problem. Veç me një fitore. Vetëm me 1 fitore pe Gjermanisë mi bo 4 pikë. Nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur sepse nuk ka dallimi. Gjermania ka ditë shumë herë me humb ndeshje brenda grupeve, që thashë edhe ka rënë 2 kampionate të kaluara në grupe. Pra në këtë fazën e grupeve janë që po nuk kalkulojnë. Nuk kalkulojnë, por nuk janë serioz këtë fazë. Pikërisht, edhe Gjermania si Holanda e vitëm pak të kalu me Azren. Për çka të folësh? Për Gjermaninë. Është e vërtetë sepse këtu kampionate, kam qef Gjermon me edhe Angles. S'na tregoj. Ja, jam ka mentalitetin e kosti Gjermani. Ja, Gjermon edhe Angles kam qef me fitu kampionatin, nuk jam për spanjoll, nuk jam për francez, edhe për Argentinas nuk jam. Aja bëjmë kështu. Me që nuk po mjafton kjo koha, do t'ju ftoj edhe një herë tjetër gjatë kësaj faze sa është kampionati botror. Azdran. Mu kemi ftu gjithçka. Çto doshta më ndërlidh. Çto doshta më ndërlidh Azrin. Nëse Holanda bjen direkt kundër Marokos, sepse është ndeshje shumë e vështirë. Mendoj që ma let kishi ballavaçu me një ekip më të fortë se sa kundër Marokos. Është e nëse bjen kundër Marokos, çysh eliminime do ta ftoj sërish, do ta ftoj nëse bjen. Tifozi kujna kemi vo edhe ato pak deklarotat mund me të sulmu se e pres. Po ti mënesh mundëzirë se ki javësi dhe më bërë. 40 sekonda e kemi shkurt, nëse Holanda bie nuk kalon më tej siç edhe te ki parashikimi. Tifozi kujna. Për këtë do të bësh tifo 40 sekonda. Se ne kom 2 ekipe, 40 sekonda. A di që për 4 sekonda bëm që Holanda nuk bjen. Marokos, kështu domon kjo nuk ndodh, a unë veç po të paralajmërosh se duhet të ftu prapë se ne po kualifikohemi. Edhe në çerfinalen, tetën finale, në çerfinalen, në finale, kështu domon nuk kemi ftu prapë. Ndash me Tokin, ndash me Beharin, me Kondusha, unë jam apet këtu. Okej. Kom qef për Azrinë, besëm se nuk tash. Nuk do të harë dhe do ta bëjmë. Behar Maliqi, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit special në Radio Kosova, një kushtuar kampionatit botror. Shumë faleminderit për ftesën. Patës pas një kohë gjatë sepse s'jemi dal, kështu që shumë e vërtet. Gjatë periudhës që punojmë si trajnerë kemi ndalume. Kemi pas takime më të shumta sa ka qenë si futbollist, atëherë kemi pas më të lejuar për medal, kështu që tash pak më rrallë. Përndryshe në zenën e trajnerit dëshiroj shumë suksese dhe shpresoj që shumë shpejt shohim në ndonjë skuadër dhe ta dëshmosh veten edhe si trajner. Faleminderit shumë, shpresoj edhe besoj. Azdren Hoxha, avokat dhe tifoz i jashtëzakonshëm më tepër se i flakti Holandës për të cilën mendon se do të shkojë deri në finale. Faleminderit shumë. Faleminderit, juve ishte kënaqësi edhe diskutime me Beharin dhe me juve. S'po m'pëlqen veç një sen Azreni që po thotë do të shkojë deri në finale, do ta fitoj finale. Se do të shkojë në finale, Holanda mësoi i ceki vitit 2010 në Robeni kur ju kundër Spanjës, kundër Casillas 2-3 rase, u shkon finale, nuk vën do ta fitoj. Do ta fitoj. Faleminderit shumë, kaq deri këtu, po besoj që nuk do të mjaftonte edhe një orë tjetër për këtë, nga se ngjarja më e madhe po zhvillohet. Ju falenderojmë për vëmendjen, ju falenderojmë që qëndruat me Radio Kosovë 1, ishin drejt për drejt edhe në rrjetin tonë social Facebook, e juve vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programet tona në vazhdim. World Cup në RTK Radio.